Botush është rrjetë rrezikoshare legjendare dhe ndodhet ndërmjet Gjakovës dhe Junikut. Nga Botusha dolën shumë adhetare intelektual të cilët në kohë të vështira i dolën zot atë dheut. Në zemër të Botushës, një fshat i vogël i komunës së Gjakovës, në vitin 1955, në një familje adhetare lindi Agim Mehmeti. Organizuar nga Këshilli i Eprorëve Ushtarak të Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Kosovës, në krye me kolonelin Ahmet Alishani, në Koshare është mbajtur Akademi Përkujtimore për zëvendësministrin e parë të mbrojtjes të Republikës së Kosovës, kolonel Agim Mehmeti. Në akademi morën pjesë Gjafer Shatri, ish ministër i informimit të Republikës së Kosovës, Skender Budakova, ish këshilltar i ministrit Ahmet Krasniqi, si dhe Sami Kërtoshi, këshilltar i Agim Mehmetit. Akademinë nderuar me pjesëmarrjen e tyre edhe Rushdi Bakalli, ish deputet, General Fadil Hadurxhonaj, deputet i Kosovës, Rushdi Shehu, kryetari i Unikut, Shefqet Shehu, kryetari i Degës së LDK-s në Gjakovë, Musa Jupolli, kryetari i Lidhjes së Krijuesve Shqiptar në Mërgat, Saim Tahiraj, kryetari i Shoqatës Kulturore Shqiptare Sali Qekaj në Zvicër, Nimon Muçaj, artist i popullit, veprimtar, shkrimtar dhe qytetar nga Kosova, Shqipëria e Lugina. Në akademi prezantuan edhe pjesëtar të familjeve të dëshmorëve. Akademinë e hapi dhe i përshëndetit pranishmit Zonja Mirdita Ademaj. Për të pranishmit u shfaq një dokumentar biografik për jetën dhe veprën e kolonel Agim Mehmetit. Në fjalën e rastit, Gjafer Shatri, ish ministër për informata i Republikës Kosovës, ka theksuar. Agim Mehmeti, një ushtarak brillant, specialist i taktikës, i burgosur politik dhe funksionar i lartë i Republikës në ngurthemelet e para të saj, ishte një burr modest, që në pamje ma shumë i gjanë të poetit së ushtarakut. Edhe në funksion e zëvendësministrit të mbrojtjes në rrethana lufte e kundërshtisë tragjike, ai ishte modest, i tërhequr, fjalë pak, por njeri me vizion, i qartë mendime dhe skajshmërisht i ndershëm në synime. Në kohën ku po përgatitej dhe po zbatoi operacioni Patkoj, që kishte për synim dëbimin dhe asgjësimin e çdo gjuhë me qenie shqiptare në Kosovë, Agim Mehmeti dhe shumë kolegët e tij ushtarak u ndodhen para sfidash, rreziqesh e dilemash që nuk ka laps që do të mund t'i përshtrunte. Në njërin anë kishte përgjegjës institucionesh që silleshin si zaptues, vetje që as nuk grashin, as nuk ngreshin, as nuk çonin lum. Por këtë duhet t'ia lëm historisë që një ditë do ta shqiptoj patjetër vëditjen e saj. Në anën tjetër kishte idealist, por edhe truq vetjesh, të dominuar nga vetje të etshëm për pushtet, pa dije, pa vizion. Ndërsa në mes tyre dy icebergëve një ushtri e tërë idealistësh, që u takonin të gjitha subjekteve politike të asaj kohe, e mes tyre Ahmet Krasniqi, Agim Ramadani, Agim Mehmeti, që përpiqeshin me dalë pa pasojë të mëdha nga rrethi vizioz që kishin kryer personat që i kishte qitur rastin e sipërfaqe. Të veprosh në ato rrethana, të jesh ushtarak i shkolluar dhe me një ndërtim psikologjik e profesional që nuk bën politik, por pret me marrë urdhra prej saj,
ndërkohë që ata që thirrëshin në legjitimitet nuk ishte as vizion, as plan, as man, as ide, pra sa kohë kishte mbetur vetëm ide e qelë. Mos mungut dhe mos munkurit, përndryshe duhej futur në volbën e të mërshme të anarkisë. E një ushtarakut e mirëfillë si ishte Agi Mehmeti nuk mund të lejonte që qoftë ai apo cilët të qoftë tjetër nga kolegit e tij ta vënë në sprovë as dinjitetin, as dijen e tij profesionale. I kom njohur mirë Ahmet Krasniqin, Agim Ramadanin, Sali Qekajn dhe Agi Mehmetin. Asnjëri prej tyre nuk kishte dhe mund të shtazonte përbashkët me tipa që me heshtin e vetë pështynin në aktin më të lavdishëm të luftës shumë shekullore të Shqiptarëve dhe të Kosovës për liri. Dhe nuk do të paronin me asnjë çmim që luftëtarëve që se frikun çdo gjatë për liri të anveshin edhe matrapazët e nëveritshëm që u futën në lista veteranësh për të abuzuar jo vetëm me buxhetin e vendit, por edhe për të abuzuar në votën e lirë. Agi Mehmeti i mungon familjes së tij, mezve dhe dashamirëve, por në pikpamjen time, më së shumti i mungon Akademisë Ushtarake të Kosovës, sepse ishte i përgatitur, kishte dije dhe përvojë për të shkolluar vizionet e tij. Ai e njihte mirë Serbinë dhe nga brenda, historinë, strategjinë dhe taktikat e saj. Meqenëse Serbia nuk ka ndryshuar as me synime, as me strategji, dija burimore e Agi Mehmetit do të ishte ndihmës e pazamësueshme për ushtrinë e Kosovës dhe drejtues të saj të sotëm e të nesëm. Sido që tjetë, ne e fituam luftën, por nuk do të harrojmë kurrë se po mos ishte një personalitet i përmasur botëror si Medina Albright. Edhe nuk e marrëm parasysh për çaret e thella me të cilat Agi Mehmeti me shok vepruan dhe shpëtuan pa u përly asnjëherë dhe me asgjë. Ne fare lehtë do të mund të ndodheshim sot në pozitë që ndodh Palestina. Mjafton të ishin një lajme të prezent mëngjes dhe ishini para çfarë rreziku të ndodhesh. Ne si brez ishte me fat. Me fat ishte edhe Agimi. Ai e pa Kosovën e lirë, e pa të realizuar në një mas të mirë, hëndrën e ndritshme, por të rrezikshme djaleshare të shumë gjeneratave. Ky ishte shpërblimi më i madh për njerisin Agi Mehmeti, që në jetë të tërë e ndroi lirinë dhe u përpoq me mishë me shpirt për te. Kujtimi për Agi Mehmetin, bashkëtarët dhe brezin e tij do të jetoj e do të kujtohet sa tjetë jeta. Lavdi e përjetshme veprës dhe kujtimit të Agi Mehmetit. Lavdi! Kolonel Ahmet Alishani, pasi foli rreth shkollimit dhe peripetive të Agi Mehmetit, theksoi se ai në Zvicër nis aktivitetin adhetar. Në Zvicër Agimi u bë si koordinator i provave të ushtarakëve që ishin në Zvicër, po edhe në gjithë perëndimin, se Agimi kishte një orit madhe dhe shoshni të madhe si ligjërus në shkollën e mesme dhe të lartë, dhe i kishte një orit shumë të madhe mes e provave dhe gjithë e provat i kishte në kontakte e afronte. Kështu që me 4-5-6 mars 98 me epopejen e Prekasit, Agimi me një grup e prorësh, ku ngullën dhe shkuan të Erbukoshi qeveria, që të caktohet njeri të cilit do të përgatitet dhe të udhëheq luftën për çlirimin e Kosovës. Ai është Ahmet Krasniqi, kështu pas emërimit të Ahmet Krasniqi vendosi që Agimi të jenë zëvendës i tij. Kështu që Agimi u bë zëvendës i parë i ministrit mbrojtjes dhe zëvendës i parë i komandantit të shtabit të forcave të armatosë Republikës Kosovës. Kontributi i Agimit ishte i madh se ishte njos i shkëlqyer e artit ushtarak dhe veprimet e veta ndihmoi shumë në formimin e qeverisë Kosovës. Me urësinë, qetësinë, profesionalizmin, Agimi la gjurma të pashklijera në krijimin e Ministrisë Mbrojtjes dhe në zemrat e atyre të cilat kanë bashkëpunuar e kanë njohur Agimin. Ne me Agimin, për shkak të vendosmërisë së tij, i cili një grup i vogël në krijim me Agimin, qëndruam tërë kohën në Ministrinë e Mbrojtjes dhe ne si Ministri e Mbrojtjes mund të them se realizuam projektin e doktor Ibrahim Rugovës, i cili projekti ishte prej 98 deri në fund 97 të udhëheq rezistencën paqësore, kurse prej
fillimit të 98 deri në fundal të 90-s të udhëheqet rezistencë Hermatos e ne me agimin e Ministrinë e Mbrojtjes në krye me Ahmet Krajniqin e realizu atë edhe kjo rezistencë e Hermatos manifestohet në fillim duke kriju qendra stërvitore në brezin kufitar, duke nis për Viqidorit, Papaj, Babin, Kosh, Kalimash, Mamurës, edhe në Kapër, afër Kavajës. Kështu që ne, përse ata hëna 21 qershor 98-ës, me udhëheqjen e Ahmet Krasniqit, Agim Mehmetit edhe komandantin Tahir Zemën i vunë themelin e ushtërisë Kosovës, 21 qershor 98-ës. Akademisi kishin arritur disa telegrame përshëndetëse nga Jahir Maleta e persona të tjerë. Telegramin nga majori Nazif Ramabaja e lexoi moderatorja Mirdita Ademaj. Për kujtimi për kolonel Agim Mehmetin, të dënuarin politik nga shërbimi sekret ushtarak, koordinatorin e provave ushtarak për Zvicër, është nderim dhe respekt për kolegët ushtarak, intelektualët dhe qytetarët e Kosovës. Kolonel Agim Mehmeti ishte ushtarak profesionist dhe vizionar, ndaj është obligim moral, kolegial e shoqëror për të zbardhur aktivitetin, angazhimin dhe veprimtarinë e agimit dhe për ta përcjellur brez pas brezi tek gjeneratat e reja. Të nderuar pjesëmarrës të akademisë, përfitoj nga rasti t'ju informoj se një grup i eprorëve ushtarak në janar të vitit 2021 ka bërë kërkesë zyrtare për shpalljen e kolonel Agim Mehmetit, hero i Kosovës. Kërkesa është dërguar me 2 maj 2021 Presidencës së Republikës së Kosovës zonjës Dr. Vjosa Osmani Sadrio dhe kryetarit të Parlamentit të Kosovës zotërit Glau Konjovca. Se po përpiqen ti japi Shqipërisë gjithë dhënë. Bravoj të shqiptari se po përpiqen ti japi Shqipërisë gjithë dhënë. Rofshi, 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 a dhevne trashe gofshi. 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 Gjithë shqiptare tanë mbanë, shkënjë kuqezin e flamur kanë. Gjithë shqiptare tanë mbanë, shkënjë kuqezin e flamur kanë. Rofshi, 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 a dhevne trashe gofshi. 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 Profesor me tha Agim Mehmeti, mi pikloti që e rodhi 8 vlla Bajramit në kosharen e Sali Qekut, në kosharen e Agim Ramadanit, në betim të komandant Ahmet Krasniqit. Vargjë për Agim Mehmetin. E kujtoj pranverën shqiptare, notat e lumit që mban emri yt. Unë poeti u këndoj dhimbjeve tua, për atë dheun tënd plag. Kur ti mbajmë në dorë prushin, që mos të di që ta I dhej. 20 shekuj mësim e sa notim, ta shohim lindjen e diellit
që ta shikojmë qiellin me yje, këthimin tënd me rreze hëne, këthimin tënd të ngrohtë, dugazhini 2 herë me 1 zë, 1 para të dhej, 1 tjetër për nuse. Hagen, të kujtohet ditja fjalës se babait, djemtë e mi, atë vezheljenit i vini vend Zotit, pushk e pen me 1 dorë për lirinë e Dardanisë. Është baja Agi Mehmeti, voj Shqipëri, i kësaj tokët e quajtur, e shenjta Dardani. Agi Mehmeti në shekullin e ris, Agi Mehmeti në shekullin e lavdis. Plot fjala, plot kupa, plot gjiri nënës, nga do dhe kudo, është e juja. Me se të ju përynoj o dega ime fisit, e ati fisi dhe tisi, 3 herë zjerë në ashtin tuj dhe timi. Me se që përënoj mbalad, vetëm aji e dinte atë vjalë të ëmbël. Aji e dinte dhe na thoshte se ju gjithë jeni sa kryp ka kokë, sa fije bari, sa uj deti. Dhe aj i përcolli brëznit në luft. Dhe të gjithë shpesh herë janë kthyer me modën në shtisë. Pra, nëse ta madhrojnë bada, degen timet visit, pushkën plot, sofrën plot, a ju tha, merë një hangët dhe nicuni. Dhe luftëtarët u këthyen. Lufta mbaroi. Ai nuk u këthyen atë dheun e tij. Nuk u këthyen se këtu e dinte se nuk është baca. E dinte se këtu nuk është Saliqik. Vazhdoi si mërgjimtar. Dhe ne kishim mall. Ai kishte mall për tokën arbrore. Nga të pranishmit morëm disa prononcime. Unë jam Skënder Budakova, ish ushtarak i APJ-s, mik i ngushti Agi Mehmetit. Ai ka qenë një vit para me në Akademinë Ushtarake, pasandaj jemi ndarë në rrugë të ndryshme. Unë ai orientue në Akademinë e Komsërijës, kurse unë jam drejtuar në njësi speciale divergente në Panqevë. Bashkëpunimin me Agimin e kemi pas gjithë një, edhe në vitin 98
jam shkue në Ministrinë Mbrojtjes, por për shkak të kushteve fizike nuk kom mujt me qëndrue aty. Me agimin gjithnjë, gjatë luftës jemi ndëgju në telefon, edhe pas luftës kemi komunikue deri ditën e mram. Një respekt madhe kom pas ndaj figurës dhe si profesionalist i mirëfillt që ka qenë ndaj tij. Po edhe ai mu më ka respektue shumë mirë. Dhimbje e humbje madhe është me vdekjen e agimit, por kalon një trashëgimi të madhe profesionale edhe luftarake. Unë e kam taku agimin 3 herë. Hera e parë e kam taku në vjeshtën 1978 kur isha kadet i Akademijës vitit 4 dhe isha kujdestar dhe shkova ta dërzoj raportin kur kishte qenë ai kujdestar i gjithë qendrës ushtarake shkollës mesme dhe lartë në Sarajevo. Vend që të raportoja në gjuhën Sërbëkratë, zyrtare atëherë ai mu paraqet në gjuhën Shqipe. Sa herë takojsha agimin me pamjen e tij, sjelljet e tij, urësien e atina, jepte vullnet, inkurajo që sa ma shejt bosh edhe ti si ai ishte e pro në atë kohë. Falë suksesit atij edukatës ma hershëm familjare, njohësi çështjeve ushtarake, artit ushtarak, ajo caktua t'jenë ligjerues në shkollën e mesme ushtarake dhe të lartë në Sarajevo, derisa erdhi koha për të kriju armisht mbrendshëm. Një ndër ata ishte grupi i arrestuar, grupin kryesor i atij grupit i akuzuar ishte Agi Mehmeti. U denu 3 vjet burg. Kështu që me shpërbërjen e ish Jugosllavia nuk kishim vend ne ati, ose do të bëhemi kriminal, ose do të braktisemi. Ishte koordinatori e prorëve ushtarake në Zvicër, po edhe gjithë vendet europiane, dhe ishte lidhur në kontakt me qeverinë e Bukoshit atëherë, kështu që me 4, 5, 6 mars me epopejan prekazit, Agimi me një grup kolegash ja impunun, kërkuan me kangullet male, që i momenti e fundit është që të saktohet njeri të cilët do të organizonte udhëheqte luftën për shlirimin e Kosovës. Ai ishte Ahmet Krasniqi. Ahmet Krasniqi e saktoi si zavendës ministër mbrojtjes, zavendës i tij dhe zavendës i komandantit të shtabit forceve të armatosë të Republikës Kosove. Por me qëtësien, njësit profesionale të atina, afërsi me çdo njeri, edhe vullnetit madh për të kriju institucionet e Kosove, ai ishte besnik i betimit që Ahmet Krasniqi që do të jenë ministër edhe mbeti. Edhe pas vrasjes së Ahmet Krasniqit, ai mbeti si ministër mbrojtjes deri në fund, derisa u shpërbon gjitha strukturat me urdhët të Kushnerit. Edhe kështu që ne realizum qatë rezistencën e Armatosën, duke fillu prej qendrës servitore 21 qershor 98 në udhëheqjen e Ahmet Krasniqit dhe Agi Mehmetit, me komandant Tahir Zemen edhe mbetimin e bërthamave të brigadeve të zonës Dogagjinit, 21 qershor, ku edhe ati mendoj që u vund themelit e ushtërisë Kosovës, ashtu që zonte edhe vetë Ibrahim Rugova. Unë kam qenë e prorit i direkt në Ministrinë e Mbrojtjes, pi paket Gjakovës, ka qenë vllai Agimi, ka qenë Barami, ka qenë kontakti i parë që kam marrë me të. Kemi punu me detyrat e ndërtuara mbi bazën e organizimit që bëjë në strukturat ilegale. Kontributi Agi Mehmetit është
shumë i madh se ka bërë atë ekuilibrim midis shpërthimeve të pakontrolluara, sepse të kesh një ushtri do kesh një zinxhir komandues dhe hierarki gradash dhe norma sjellje. Pra nuk është ushtria një kuadër bashkimi njerëzish të veshur uniform, po duhet të jenë kualifikuar, duhet të jenë stërvitur, duhet të pranojnë urdhra, timoni, po duhet të ketë një platformë, duhet të ketë një strategji, pastaj ndërton anë taktike. Pra gjithë këta janë elementë që Agim Mehmeti ka dhënë një kontribut pa parë. Takimet me ta, sidomos në Zvicër, kanë qenë shumë të shpeshta, me ta dhe me prorët ushtarak tjerë, që i kishë Ministria e Mbrojtjes Republikës Kosovës. Agim Mehmeti ishte një ofrus i të gjithëve atyne e prorëve, ishte sikur me thonë si një mësus dhe të gjithë e ndigjojshin ato Agim Mehmetin, që a folë të Agim Mehmeti. Një përshtypje jashtëzakonisht madhe e kujtoj të Agim Mehmetit, ku ai mu marrëfej gjithë marrëveshjen e Oslos. Marrëveshja e Oslos ishte, me thonë, një gëzim i madh për Agim Mehmetin edhe për kolonel Ahmet Krasniqin, sepse në atë marrëveshje ishin bashku forcat dhe ishin bashku fondet. Të dy fondet që njëherë për gjithmonë të kem një ushtri çlirimtare të Kosovës edhe ta çlirojmë Kosovën njëherë për gjithmonë nga barbaria serbe. Po ishte një burr i fjalës, një burr i besës, një burr i madh. Lumë Kosova që e pat. Grupi, apo më mirë me quajtur njësiti Goril, i drejtuar nga Sali Qeku, i cili veprante që nga viti 1990 në kuadër të institucionet e Republikës Kosovës, në muajin prill të vitit 98 u takuar në Shatfo me Ahmet Krasniqin, Ermin Ebim, të cilët ishin përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes. Dhe nga ai moment, do thotë njësiti Goril u fut në komandën e Ministrisë së Mbrojtjes, respektivisht Ahmet Krasniqi. Pas këtij takimi, do thotë atëherë u takuam edhe me zëvendës ministrin Agim Mehmeti. Dhe pothuajse të gjitha veprimet që njësiti Goril i Deçanit, në krye me heroin tonë kombëtar Sali Qeku, i ka bërë nga urdhrat që janë marrë nga komanda qendrore e Ministrisë së Mbrojtjes, qoftë ministri kolonel Ahmet Krasniqi apo zëvendës ministri Agim Mehmeti. Qoftë në Tiranë, qoftë në Zvicër, takimet tona kanë qenë të vazhdueshme, do thotë në Zvicër kur ishte në logjistik, sepse ka qenë një pjesë e grupit tonë e autorizuar të merret me logjistikë në furnizimin qoftë me uniforma, me gjëra të tjera armatim, po çdo gjë që ka shkuar kemi qenë në koordinim të plotë me Agim Mehmetin dhe Ahmet Krasniqin. Zotëri Tahiraj, Agimi pas luftën mbeti jashtë strukturave mbrojtëse. Fatkeqësisht, në ngjarjet që ndodhen gjatë luftës, ndasitë që ishin në mes të Ministrisë së Mbrojtjes, do të vizë institucionale të drejtuar nga presidenti Rugova dhe shtabit të ashtu quajtur, që unë i them çdo herë të ashtu quajtur, të UÇK-s, që në fakt ishte shtabi i LPK-s, ishin ndasi jashtëzakonisht të mëdha. Shembull, ndëgjova dhe filmin dokumentar që e kishte përgatitur që të përgëzoj, shembull ta marrim oficerat që kishin ndalë si dëshmitar të rrejshëm. Në procesin e dënimit ne i kemi shef shtabit në shembull ta marr Beslim Xherapën e disa të tjerë. Dhe pikërisht nga kjo, pasi u përfundoi lufta, Agimi ishte shumë jashtëzakonisht i zgënjur. U kthye prapë në Zvicër, por nuk e nali aktivitetin. E drejtoi këshillin koordinues të oficerëve, që ishte në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes, që u bën shumë punë të mëdha, botoi libër në vetë vërteta për fakun që shoqata Sali Qeku ka qenë një ndër sponsoruesit të kësajna. Dhe në të gjitha takimet dhe në të gjitha aktivitetet ku keni qenë disa herë dhe ju, shoqata Sali Qeku ka pas Agim Mehmetin në vijën e parë. Kemë bashkëpunuar me to, ka qenë bashkëpunues jashtëzakonisht, qoftë në Akademi për Kujtimore, për Ahmet Krasniqin, për Sali Qekun, për Agim Ramadanin, qoftë në promovim të librave, qoftë në manifestime të ndryshme, Agimin e kemi pas në vijën e parë, kemi pas. Do thotë Agimi nuk e nali aktivitetin, por nuk erdhi mu imponuar në qoftë pozita shtetënore po vazhdoi aktivitetin duke ruajtur pastërtinë e gjithë atij aktivitetit vetë që ka pas që nga viti 99 në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes deri në përfundimin. Po ruajmë respektin më të veçantë për sinqeritetin e tij, për korrektësinë, për profesionalizmin dhe vendosmërinë e tij që gjërat të vënë ashtu siç kanë qenë. Vërtet ishte nga organizatori familja Mehmetaj, falenderoj përzemërsisht për këtë rast, për këtë event, këtë të bëjmë që na bashkoj
shumë njerëz këtu në këtë event pash edhe ish bashkëluftëtar zotit ndjerit Agi Mehmetaj edhe njerëz oficer që kanë kontribu për këtë vend dhe është mirë që vërtet në të paktën këto manifestime e turbime të i përkujtojmë se cilin për ato mundësit dhe kontributin që kanë dhënë për këtë liri që e gëzojmë sot. Ne sot kemi marrë një grup mërgjimtarësh nga Zvicra, Gjermania dhe vende tjera për këtë shënim dhe çdo respekt zotit Agi Mehmetaj, siç thamë më parë ishte një ndër zëvendësministrat e parë qeverisë apo ministrit Ahmet Krasniqi, i cili dha një kontribut të jashtëzakonshëm të organizimit dhe të mosovizimit të luftës për çlirimin e Kosovës. Për veprën dhe angazhimin advetar, kolonel Agi Mehmeti, ish zëvendësministër i mbrojtjes, post mortem është nderuar me mirënjohje nga shoqata kulturore shqiptare Sari Qekaj e Bashkimi i Intelektualëve Shqiptarë në Zvicër, si dhe nga shoqata Drini Gjakov Shkodër. Abes Fidullahu, kryetar i shoqatës, sotëtor 25/7/2025. Njohur qysheret për mes vllavit ti Bajram Mehmeti. Ne jemi grupet e para të Ministrisë Mbrojtjes, bile të angazhuar edhe para Ministrisë Mbrojtjes. Në vitin 91, siç e din opinioni i gjerë, tani vesh edhe pse ende nuk është dalë në pa gjitha ajo angazhim, ai rrezik i madh që jemi marrë përsipër. Domethënë, unë kam qenë një prej tyre për rekën e keqe në atë kohë që janë formuar organizimet të para si koordinator për rekë keqe, dikur që ne nuk humburreshim si komandant. Dhe ndodhi ajo që ndodhi, ranë nga e zëra e ziri deri një pjesë ushtarakëve në tërë Kosovën. Ne bashkë me Bajramin, vllajën e tij, Bajrami doli pak shpëtoi rikthetat e tyre, doli në Shqipëri. Unë pastaj pas një ftese në qëshorë që pat Bajramin, si komandant i shtabit të mbrojtjes për Gjakov, unë ndim si ti. Dhe në nëntor të 93-ës, për herë të tretë jam rrethuar me masa, jo vetëm familja ime, po edhe lagja. Tha jam dalë në Shqipëri. Jem organizu prapë në Shqipëri, dhe aty jam takuar me Agi Mehmetin pastaj pas 93-ës. Dhe se ka ardhur disa herë nga Zvicra për çështje të organizimit të një numri të madh të prorëve që ishim në Shqipëri, të vendosur. Unë kam qëndruar në Shqipëri, po gjithë në kontakte me Agimin dhe me Bajramin. Në 98-ën jam ftuar nga ministri Ahmet Krasniqi në komunikim me Ibrahim Shalën, jo kam bashku ministrit mbrojtjes. Dhe me Agimin kam punu prej 98-ës e deri në fund kur kanë hyrë forcat armatose, domethënë edhe pas luftë një kohë gjatë me zëvendësministrin e mbrojtjes. Unë jam takuar edhe me Nik Gjeloshin atë kohë, kur janë bërë përpjekjet për t'i harmonizu, domethënë qysh në 94-ën, rreth riorganizimit dhe riarrestimit dhe përkatitjes për situata më vonshme të Ministrisë Mbrojtjes. Ka pas, me siguri nga ushtria, ka qenë punë shumë i disiplinuar. Domethënë, edhe neve si fëmijë, na ka bërtit ka pak, na ka o mundu me qenë edhe na, po. Edhe një pjesë qështu në kamerë, besoj që nga aji, edhe unë tash jam bukur strikt të fëmijët e mi, jam pak këshyri me maj disiplinën e tine, dhe
Në kohën kur ai ka qëndruar në Shqipëri, në shtabin e ushtrisë të Kosovës, a keni pas mungesë për prind asë kohë? Si keni ndihet? Normal që kom pas mungesë. Në fillim, ndoshta edhe në kohën e ri nuk i kom kuptu gjanat, pse, qysh e tek, pse po shkon atje, çka po bën, po ndërkohë i kom kuptu edhe atëherë jo mburr me atë punë që e ka bën, që është atje, me këshyrë me shliru vendin sa më shpejt, ka qenë një emocion i mirë, po. Si e prituat ju këtë manifestim? Po, normal që mirë është një shaj i mirë që po ndodhë një gjallë, kështu që po shihet që nuk është në harres, edhe pas 10 viteve që ka ndru jetë, është normal, është një gjallë pozitive. Si familjar vërtet e kemi ndjen një krenari edhe një përkrahje morale me pjesëmarrjen kaq të madhe të pjesëmarrësve dhe i falenderojmë përzemërsisht ata që erdhen me na përkujtue, me na ndihmue, me na lehtësue për kujtimin për vllahun ton Agimin. Agimi ishte ndër vëllezërit më të mëdhej. Çfarë ishte ai si antar i familjes? Po Agimi ka qenë për vëllezër ka qenë vllau i madh Agimi. Edhe ai ka qenë për neve ka qenë udhërrefem, ai ka qenë shembull jetë, ai ka qenë çdo gjë ka qenë për ne. Paradite në Botush të varri i Agi Mehmetit janë vënë lule dhe janë bërë homazhe për të nderuar veprën e tij adhetare. Për nder të jetës dhe veprës të ish ministrit të parë, Agi Mehmetit, ju ftoj 1 minutë hertje. Lavdi! Lavdi! Lavdi!